konstruktimin e shatë si diskurs, e kam thënë të njëjtën, po është, se nuk është diskurs pozitiv, nuk po mirët dhe këto kritika që kanë qenë, dhe fjalla gërnaq për shembull. Për shembull që për gërnaq që kam kuptu, po shatësi është fjallë në dhatu, se nuk e di pse e marrin njerëz që ka të keqe. Qëse shohim se si përdoret, ma vonë është subvertu, do me thonë është kriju të na edhe tjerë kanë thonë shatësi, edhe vetë e kanë thirrur ata një shatësi vetën këtu, ja kanë nisë me bosh. Jo, ata njerë e kanë thirrë njëritin se e kanë thirrë ata si po mastaj ata na kena dëgjuar ndaj juve, ç'është ju bën dëm për shembull? Se në atë konstruktohet se çka do me thonë shatësi. Shatësi, do me thonë e shatësi, kur t'je nisë me po intervista e me pyet njerëz, ç'a mendon ti që është shatësi? Është një person që vjen prej diasporës, veshët kështu, flet kështu, vjen për çti venit, e ka ç't veshje, ç't dukje, ç't mendim. Edhe këto etiketimet janë në mënyrë negative, nuk janë në mënyrë. Apo rrehet aty i përcaktim? Apo gënjehet aty? Domethënë ka të vërtetë apo është diaspora nuk është homogjene. Diaspora është tresa të ndryshme. Absolutisht. Ka ndryshime edhe kjo konstruktohet në fakt në diskursin e publikut kosovar, ku diaspora që është në Londër për shembull ose në Angli, është ma pak e diskriminume edhe e gëzon një nivel privilegji që nuk e gëzon ajo e Gjermanisë apo e Zvicrës. Edhe fjala shatësi ka ardhur për Gjermanisë edhe për Zvicrës, por me sa... Më në begon që pak se është pak humor social që kjo nuk kish kone lejushme me pas... Shpesh fshihen që ato diskriminimet, ajo është një mënyrë me delegitimu diskursin që se ti thush, I was just joking, ose është veç joke. është një delegjitimim. Ama unë mendoj që diaspora neve na ka pak si varfanjaka. Also... Diaspora po ma shumë për veti që tash, me kënë të reshtut, me nëzja dalim, që Sovjet. Po, diaspora... Ta shpej që na kanë hek vizat. Na, nuk i di shkëna jetë në qëllë zë gjithë jo mi kesh kur kanë orë diaspora, se qështë kanë këshyrë si gjëna. Mos ma bëm pëse. Gjithë. Jo, unë ta boj pëse. Po stranit shumë ma mire dhe unë ta boj pëse. Ajo që neve duhet ta themi dhe që është e patjetërsueshme është që diaspora ka qenë motori ekonomik i këtij vendit pas luftës. Edhe është. Kjo një e treta e buxhetit ka qenë patjetërsueshme. Domethënë por që Kosova ka qenë e shkatruar mbas luftës edhe kjo është e patjetërsueshme mbresa. Nuk mundemi me thënë që Kosova kanë qenë pasanika mbas luftës. Po që to dhe po tham, ata na kanë këshyrë shështo. Okej, tash unë e kuptoj pjesën e shatësit deri diku, sepse siç është konotacioni. I kanë ndihmu, ama gjithashtu, abeden, kanë lyp një farë ekstra respekti se të kanë ndihmu. Ama, mirë të mresa, unë e shoh dhe mërgjim... Ama unë e shoh mërgjimtar se funde të diasporës që ankohen sa që thu, unë në as pagujmë rrim, as hojmë, as pim, nuk di për pëse jetu, do të mjau që një GoFundMe, për leja Allah. Se funë me ndryshe, unë e vlerësoj... Ka ndruar kontributi duhet vlerësuar dhe duhet dhëndora dhe duhet me ju thonë faleminderit për sa të kemi jetë. Të pjesa e fjalës që përmendit e lyra, shatësi apo gërnaqja, unë kam vujt vetë personalisht se ma bënin kjo rebelja Shqipnisë. Dhe me thënë, dhe kur i thosha që do me thënë kjo, dhe me thënë, ishte, se ju jeni pak ma zjartë e ma kështu, po mirë, okej, u jom rebelja në regull. Sa mujtë me thonë që të mytit vronë e të rejnë. Se nuk s'ta kanë thonë që ashtu, po unë e pra po kam vishë për të shatësi nuk që ajo s'mga do kur e kishë. Sepse mirë e the vetë që në fillim, ata janë referuar vetës shatësi në fillim, edhe pastaj u kanë mbetur si nofk nga mbrapa. Po qëfar do lloj nofke? Alo, shumica qifte vatja thirën shatës. Që kjo pjesa ku flitet gjermanisht. Pjesa, po, ore ti, nga verës del në shesh të Prishtinës edhe gjithë gjermanisht flasin me njëri tjetrin. Nuk ka shqip aty. Madje kanë filluar edhe stilin tani, o, sa e bukur të koke, apo donë me t'i bo letrat e Gjermanisë. Kjo është pjesa tjetër pastaj që edhe të irriton Dafina. Të jemi konkret, do më thënë, se ti eshe në syrin dhe në këndvështrimin e një personi nga diaspora. Po kur je një person këtu, që je me vajzën tënde për dore, adoleshente, dhe dëgjon një person nga Gjermania, që nuk flet as shqip, dhe direkt i komunikon vajzës t'i bëj letrat e Gjermanisë, realisht ofendohesh edhe t'vjen keq.
Me më thënë duhet par pak edhe këndvështrimi nga këtu brënda. Është ajo që thot Mbresa, kur vinë këtu, fillojnë edhe mendojnë që tani ne po hedhim pare këtu dhe ju duhet një me nashtru tapet të kuq. Kërkush nuk është ka të obligën me hedh pare. Po donë me ardhë, me pa familjen tënde, mu knash, dikon që e ke pak më të pa mundur e ndimon, bravo të qoftë, por nuk do të thot kjo që automatikisht duhet me të shtru tapetin e kuq. Numër 1. Dhe numër 2, mendoj unë, ndoshta jam edhe gabim, është pjesa që kanë ndruar gjërat. Nëse para 20 vjetësh Kosova vërtet kishte shumë nevojë për atë motorin ekonomik të diasporës, tash deshëm pavarësisht problemeve ekonomike që kemi, Kosova e ka marrë këmbë të veta, ke investime, ke biznese, ka gjëra që kanë ecur përpara. Unë ende sot e kësaj dite kam sa vjetë bëra në Kosovë, për 2005-ës. Njof vetëm një person, vetëm një, Fatmir Zymberi, që quhet, i cili ka ardhur nga diaspora dhe ka bërë investime në Kosovë. Gjithë pjesa tjetër e diasporës, investimet i kanë nga i shpinë katun, në dhe ndimojnë me pare familjen që janë të pamundur, ose ndimojnë fatmirësisht studenta që janë në përshkolla private, ose në i dasëm, në i kanargjet. Edhe ajo është lojë. Ajo është një tim shumë e madhe dhe shumë e mirë sa ardhur. Unë po ata... Shqyqyr që ka dhe nga investime reale nuk shonë në Kosovë. Unë duhem të flasë në aspektin se fillimisht unë jam critical discourse analyst. Edhe ajo që po e thuti dhe atë konstruktim që e bëre është shumë dominant discourse. Do me thonë që kjo është një diskurs dominant në Kosovë që diaspora është e këtio. Po më flasë me zërin e Kosovë. Por na si diaspora nuk jemi krejt njëjtë. Na jemi shumë të ndryshëm, jemi prej shumë veneve tjera. Është kjo që bëhet, edhe zakonisht është që ato mënyra se si çaj konstruktim bëhet për atë diasporë që vjen kryesisht nga pjesa rurale e Kosovës, që ndoshta kanë pasën kanë shku fillimisht si gastarbeiters që janë detyruar me shku, po edhe ajo ka qenë shkaqe që kanë qenë politike, ekonomike, jo vetëm që kemi qenë politikisht. Dhe ajo do me thonë nuk e kanë zgjedh ata, po kupton? Ka që familja me punu me mbajt familje. Një moment, për perspektivë që të përshtatë. Me atë që e tha që ti hec sheshit me një vajzë adoleshente dhe të flet dikush, është nisan që mundet me, jo në vështë që është dikush i diasporës, po mundet dhe dikush i këtuhet me folë diçka ashtu. Jo, nuk është të thajnë të Gjermani, po mundet në Shqip. Ose... Do me thonë që këto lloje ngacmimeve ekzistojnë si prej diasporës. Nuk është pia diasporës, është harassment është që nuk është diçka e lejushme prej kërkujt. Adin ajo mund me ndodhë... Oferta është interesante, hajde me t'i bo letrat në Gjermani. Po kupton do me thënë. Hajde ti mu martu me mu, se unë me kom me t'i bo letrat. Qika jam me kalin suedeze, po s'ka lidhje. S'ka lidhje fare kjo. Shte ka marrë anamnezën. Jo me jam bështet Dafinës, po për me thonë edhe një anë tjetër medaljes, për rolin e diasporës dhe kontributin e ty në është i pamushëm. Unë kom qenë fëmijë, kom dje kërfime që është familjet shqiptare në Amerikë, ose në Angli, ose kudo tjetër, edhe gratë, arin e tyre e kanë hekë për luftën edhe për bukën e Kosovës ditë në dheta, dhe neve falendërus të njetën, pra dhe kafshatën e bukës e fëmijëve e kanë darë dhe është pameritueshme. Po e thëm një anën tjetër. Mandej kjo idea e rolit që e keni bërë dhe në vazhdimësisht të pamohueshme, dihet çfarë, jo strukturën e njerëzve, ne kemi qenë rrethona të vështira politike që kemi dalë për mbjetesë, dikush ka ikën ose në shku në armatën një shkustave të Serbisë, dhe mira është që kanë dëshuar perceptimi i vetë shqiptarëve atje në Evropë, qoftë në Gjermani, sepse njerëzit tash shkojnë si profile të ngritura. Ka shumë mjek që kanë shku Kosovën për arsye jo të mira ekonomike dhe atje paguën mirë dhe ka një përfaqësim ndryshe. Unë kam vetë kolegën time që për arsye të saj familjare ka shku, punon në gazetari, u gjen shumë mirë në Gjermani dhe kur e shohin nivelin e saj aty ju ndryshon perceptimi për shqiptarët e Kosovës, kur ai tregon për mënyrën se si dhe ne kemi zhvilluar si një shtet pas lufte, edhe për gratë, dhe pikërisht është mirë që shumë mirë që thotë që unë edhe kam dhënë artikull që për shembull personi si Përparim Rama që është prej Londrës, është marrë shumë edhe është votuar në Prishtinë dhe kanë thonë hajde merre Prishtinën apo. Po tash dikush tjetër që ndoshta e ka vjen nga Gjermania dhe ndoshta mundet mi pas edhe politika shumë të mira,
nuk shifët në njëjtin sy, është. Të më thonë, Londra ma e vjetë. Domosdoshmërisht, jo, nuk ka të bëjë preardhja nga ku vjen. Në Kosovë se si perceptohen disa njerëz që edhe që kanë një privilegj dhe ti lind me atë privilegj, nuk është që e ke ndërtu vetë, se vjen ndoshta prej shtetit, nuk e ki bo ato, ki lind. Është leadership, është taura, është Është marrë hezitimi që mos me ardhë njerëz që nuk jetojnë këtu realisht, me ardhë dhe me vendos për vene. Ti për e bon, atëherë për e bon këtë shtetësien selektive, që se ja e ki shtetësien, ja e ki e donë diasporën, ja se donë, nuk mund është me po shtetësi selektive, që se e ki shtetësin, e ki të drejtin të votës, do të me dalu edhe vendim marjen për reprezentacion. Po edhe me ardhë me tu pana. Ju po një vendime, ata votojnë për reprezentus. Dafin, shumë dakord, po edhe me ardhë me tu pana në aeroport, me tatuja, edhe kjo nuk është korrekte, mendoj unë. Më thënë, po vjen njerë në vit, po rri 3 javë, maksimumi, edhe po ta bëm për zgjedhjen e ati që do të të udheq ty, mua, këtë, atë, 4 vjetë që jetojmë këtu. Edhe me të shalishëm në Facebook. Dhe pastaj, në momentin kur ne, si gazetare, dalim edhe kritikojmë, sepse kemi të drejtë të kritikojmë gjërat që i shofim që nuk funksionon. Na folëm për kritika deri tani të mjekësisë, për shembull. Në atë moment të vjen XY që jeton ku di unë se ku dhe të bëm berbat me komente sepse ja shave leadershipin. Të cilin ai e ka vendosur. So ti nuk e menon që ajo që ajo. Dhe kjo është ajo pyetja që në ka të drejtën e votimit, që se është, të me thonë... Po, e ka garantuar me ligj. Nuk, mujme me pas se ka qenë, të me thonë, ata të kenë të drejtën, po mos të vinë me më votu. A përpjen që është? Jo, ata të drejtën e kanë. Jo, morave që kanë të drejtën e linqimit, akuzu me boni në Gjermani, nuk mund të shashlet me linqu dikon të në vendet evropiane, nuk ka shansa, me Danovka ti e kështu, atër shimi gjukat, edhe ti dëshmonani, aje mu në kjo, asë mu në kjo. Diskursi po fletë për Gjuha urejtje, në publik, jo që ashlet mund është një vend evropian të me linqu dikon. Për mua është që po flasim ligjin. Për mua vjen nga ajo që diaspora është minoritet, apo kupton? Kosova është majoritet. Nuk e di që është minoritet, se më shumë ka jashtë sa brënda sot. Do me thonë, si çdo do të me pas pak një ide që ajo power fuqia vjen rrin me Kosovën, a kupton, edhe me kriju diskurs negativ për diasporën edhe me munu me disiplinu në ne për ju dojmë juve, vetëm kur ju veprani në interesat tonë edhe kur bani se qka ju thonë. Mirë, a kemi ne të drejtë të kritikojmë? Për gjërat që ne nuk i shohim që funksionojnë? Ama që dhe diaspora ka ndasimës diasporës. Londrës ma të emancipu, ma të rafinum, Gjermanis, Marokko, jo, qështu se më betë të jo. Unë e thash qështu konstruktohet, në ullumtimet e mjetë. Tash amunim në krenare që lapion të Prishtinalitë shku në Londër, ma shumë në Amerikë. Në ullumtimet e mija është po që edhe Kosova vetë si homeland e konstrukton diasporën ndryshe. Do me thonë, e konstrukton ndryshe ato të Londrës, ndryshe ato të Amerikës, ndryshe ato të Gjermanisë. Që to e të dishta me thonë. Do me thonë, nuk do të thotë që të gjithë që Londrës janë të emancipuar. Do një diaspor ma elitare se një diaspor tjetër. Edhe unë mendoj që ajo vjen jo vetëm prej nga e kanë gjenezën ajo diaspor, që nështë është urban elites që kanë shku në Londër, por që edhe vetë perceptimi dhe politikat e vendit pranus kanë impact. Se Gjermania i ka trajtu shumë keq një kohë gjatë ata punëtorë që kanë ardhur me punu në Gjermani dhe në shtetësat e tjerë, kurse Anglia ka qenë ndoshta i ka dhonë ma përpars i ka dhonë të drejta ma shumë për mua Nuk pajtoj me këtë Dafin, sepse ti ke pasur mundësin dhe të drejtën të studiosh në Angli. Të njëjtë mundësi dhe të drejtë ka pasur edhe fëmia i atij që ka shkuar si Gestarbeit. Unë i kam 2 shokë, janë vllazën. Njoni ka shku në Gjermani, njoni ka shku në Angli. Ai që ka shku në Angli është doktor shkence, ai që ka shku punon konobar. Kështu waiter. Kamarier. Nuk do me thonë që kjo veç pëse ka shku me një lokacion spesifik. Mendoj që është pak edhe shkollat i kanë të ndryshme. Nuk ju jipët shkollimin në gjimnaz, shkojnë në shkolla... Po mirë, ato e kanë edhe për Gjermanët ata, se kanë vetëm për të ruajtur. Zanate. Ato e kanë sistemin ata. Jo, e cakton shkolla. Ndahet në klasë 5-6.
është diçka e gjimnaz, zanore, në bazë të performancës. Po do me thonë e shohin që një fëmijë nuk ka me koni me kësin me krye dhe shumë Po Anglia e shef për shembull ndryshe, se thotë ky fëmijë ka prej Kosovës, edhe nuk e ka pas gjuhën angleze edhe e mendon edhe ato. Domethënë nuk e marr veç në ato se s'ku është me një anglez, ndoshta. Po ju jep mundësinë se i shef që ti s'mundesh, për shembull në Oxford, e ki në Oxford University, ti mundesh me shku edhe pa i pas notat më të mira, qose vjen prej një backgroundi të ku e ki pas working class background. Rrethonat që ti nuk ta kanë, ti s'mundesh mushti me dikon që ka shku nitën, që i ka pas shkollën private, vjen prej një familje simretnore, nuk është njëjtë se si ti që jeton me një vend të varfër working class, ku printet tu s'kanë qenë në universitet, po ti që ti donë edhe ke kallzu. Anglia e ka ajo është mos afirmative që merit nivelin tënd. A më navesh edhe diçka e pjesa e drejtës së votës, domethënë të diasporës, une e kisha bo një ndryshim të vackël. Pse e kisha bo që ndryshim? U gjys vote. E kisha bo një ndryshim, sepse, për shembull, këta të jashtit, na që shto jetojna, nuk jetojna unë personalisht këta të jashtit. Kjo është na largoni,